Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Kemi rritë tema 30, të cilën autori Allah rujt thot khalqus samawati wal ard. Pa tema që flet rreth krijimit të qiejve dhe tokës. Dhe në këtë temë i sjell 3 hadithe. Hadithi i parë është hadithi që transmetohet te Buhariu dhe Muslimi prej Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, i cili tregon thot një natë bujta te teza ime Mejmunja, pa që ka qenë gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam foli disa çaste me familjen e tij, po me gruan e tij, pastaj ushtri me flajt. Kur erdhi pjesa e tretë e natës, tha pejgamberi sa u ngrit pa ul dhe shikoi drejt qiellit dhe lexoi ajetin 90 surës Ali Imran, ku Allah subhanahu wa taala thot inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Vërtet në krijimin e qiellit dhe tokës, në ndrimin e natës dhe ditës ka shenja për mendarët. Pastaj thot u ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mori abdes dhe i pastroi dhëmbët me misvak dhe i fali 11 rekate. Pastaj Bilali e thirrë ezanin dhe pejgamberi i fali 2 rekate, pa sunetin e sabahit, pastaj doli dhe e fali sabah. Po ashtu hadithi i dytë transmetohet te Buhariu dhe Muslimi prapë prej Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ngritej natën me fal namaz natës, po e fillonte namazin duke thënë Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. O Allah, ty takon lavdia, ti je drita e qiejve dhe tokës. Wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard. Ty takon lavdia, ti je mbajtësi i qiejve dhe tokës. Wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Ty takon lavdia dhe ti je Zoti i qiejve dhe tokës dhe të gjithë atyre që jetojnë aty. Pastaj ka vazhduar thot anta el haq, ti je e vërteta. Wa wa'duka el haq, dhe premtimi yt është i vërtet. Wa qawluka el haq, fjala jote është e vërtet. Wa liqa'uka haq, dhe takimi me ty është i vërtet. Wal jannatu haq wan naru haq, xheneti është i vërtet dhe zjarri është i vërtet. Wa sa'atu haq, dhe kiameti gjithashtu është i vërtet. Pastaj ka thonë Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu. O Allah, ty të kam dorëzuar, ty të kam besuar dhe te jam mbështetur. Wa ilayka nabt wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu. Vetëm te ti kthehem, për ty grindem me tjerët edhe te ty gjykohem. Faghfir li ma qaddamtu wa akhartu wa asrartu wa a'lantu anta ilahi la ilaha illa ant. Prandaj thot më fal të gjithë mëkatet e kaluara që kam bërë më herët dhe këto që kam bërë më vonë, të vonshmet. Ato që kam bërë haptazi, ato që kam bërë fshehtazi. Ti i adhuruarim dhe nuk ka të adhuruar meritor përveç teje. Pastaj sjell hadithin që transmetohet te Buhariu prej Jubair bin Mut'imit radhiyallahu anhu. Këtë hadith, siç e dimë, kemi marrë edhe më herët, i cili tregon se e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke lexuar në namazin e natës surën Tur. Dhe kur arriti te ajeti 35, ku thot am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. A mos janë krijuar ata pi hiçit, apo mos e kanë krijuar ata vetveten e tyre, po janë krijues vet. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apo mos janë ata që kanë krijuar qiejt dhe tokën, mirë po nuk besojnë, nuk janë bindur. Allah thot nuk është to, mirë po nuk janë bindur ata, nuk besojnë me bindje. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Apo mos i kanë ata thesaret, depot e Zotit ton, apo mos janë ata zotrusit e këtij universi kështu më radh. Thot kur i kam dëgjuar këto ajete, ka de qalbi an yatir. Zemra ime gati sa nuk fluturoj. Po edhe kanë ardhur transmetime të tjera thotë se këto është ajo hera parë që imani ka zënë vend në zemrën time. Po këto hadithe na tregojnë se qiejt dhe toka janë 2 shenja madhështore që tregojnë për madhërinë e krijuesit. Dhe tregojnë që Allah subhanahu wa taala është dveshuar me madhështi dhe me përsosuri. Dhe gjithashtu Allah subhanahu wa taala është i adhuruar i vetëm, i adhuruar i vërtet, nuk ka të adhuruar të vërtet me merit përveç tij. Dhe kur do të lexon librin e Allah subhanahu wa taala, e gjen se duke lexuar ajetet e tij, kjo çështje dhe ky fakt përsëritet shpesh në Kur'an.
po përmendet krijimi i qiellit dhe tokës. Siç thot Allahu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allahu i takon çdo gjë që është në qiell dhe çdo gjë që është, po Allahu i përket çdo gjë që është në qiell dhe çdo gjë që është në tokë. Po ashtu ngjashëm me këta thot lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ati, pra Allahu i takon çdo gjë që është në qiell dhe çdo gjë që është në tokë. Rabbus samawati wal ard, Zoti i qiellit dhe tokës. Lahu maqalidus samawati wal ard. Allahu i takojnë çelësat, thesaret dhe ose drejtimi, pushteti i qiellit dhe tokës. Lahu mulkus samawati wal ard. Allahu i takon sundimi i qiellit dhe tokës. Wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tad Allahu ne nuk i kemi krijuar qiellin dhe tokën për me lut, për me bëj gare, pra kat. Pra nëse lexon librin e Allahut, Kur'anin, kemë gjetë ajete ngjashme që janë parafërsisht 400 ajete në Kur'an që flasin rreth krijimit të qiellit dhe tokës. Prandaj i takon çdo muslimanit që kur i lexon këto ajete të ndalet dhe të meditoj për këto dy shenja madhështore dhe të shkëlqyera që tregojnë për përsosurinë dhe madhërinë e Zotit, krijuesit. Dhe gjithashtu të ndalet dhe të meditoj për rezultatet madhështore që dalin si rrjedhoj e këtij besimi. Po që Allah t'i takon çdo gjë që është në qiell dhe çdo gjë që është në tokë. Dhe këto rezultate janë udhëzimet e Kuranit për zemrat e njerëzve. Allahu përmes këtyre rezultateve që vjen ose përmes këtyre rezultateve madhështore që rrjedhin pikë këtij besimi, i udhëzon zemrat e njerëzve duke i pastruar ato, duke i dlir, duke i përmirësuar dhe duke i rregulluar. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala i ka lavdëruar në librin e tij ata të cilët meditojnë rreth krijimit të qiellit dhe tokës. Dhe në anën tjetër i ka nënçmuar ata të cilët i shmangën këtij meditimi. Allahu subhanahu wa taala siç e lexuam më lart në surën Al-Imran thotë: Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Vërtet në krijimin e qiellit dhe tokës dhe ndrybën e natës dhe ditës ka shenja për mendarët. Alladhina yadhkuruna Allaha qu'udan alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ata të cilët e përmendin Allahun, e bëjnë dhikr Allahun kur janë në këmbë, ulur edhe kur janë shtrit. Pra përmendin e kujtojnë Allahun subhanahu wa taala, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dhe meditojnë rreth krijimit të qiellit dhe tokës. Edhe thonë Rabbana ma khalaqta hadha batilan. O Zoti, nuk e kriju, se ke kriju ti gjithë këtë univers kot, pa kur fare qëllimi. Subhanak i pastër dhe i lartësuar ai ti që më kriju diçka kot. Ndërsa në surën e Anbiya pra në ajetin 32 thotë: "Wa ja'alna as-samaa saqafan mahfuza", dhe qiellin e kemi bërë si kulm të mbrojtur. Wa hum an ayatiha mu'ridun, kurse ata vazhdojnë që t'i shmangën atyre shenjave që Allah subhanahu wa taala i ka vendosur në këtë qiell. Prandaj Ibn al-Qayyim Allahu më shoh thotë: "Ndalu dhe mediton në çdo fjalë prej ajeteve që kanë ardhur në surën Jathia, ajete 3 deri në 5, ku Allah thotë: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Vërtet në qiell dhe në tokë ka shenja për besimtarët, për ata që besojnë. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabatin ayatun liqaumin yuqinun. Po ashtu edhe në krijimin e juaj dhe në kafshët të shpërndara në sipërfaqe të tokës ka ajete për ata që besojnë bindshëm. Wa ikhtilafi al-layli wan nahar. Edhe në ndryrimin e natës edhe ditës, po këtu ka ajete, ka shenja. Wa ma anzala Allahu min as-samaa'i min rizqin fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha. Edhe në shiun, profunizimin shiun që e zbret Allahu subhanahu wa taala prej qiellit, dhe me cilën Allahu subhanahu wa taala ngjall tokën pasi që ka vdekur, po tokën që ka qenë në shkret. Pra edhe këtu ka shenja. Po tasrifi rriyah, edhe në ndryshimin apo ndrimin e erërave. Në fund thot Allahu ayatun liqaumin yaqilun. Këto janë shenja, ajete, për argumente, prova për ata që mendojnë. Pastaj thon ndalu edhe medito për faktin pse këto janë shenja, ose pse Allah subhanahu wa taala për çfarë çështje i ka caktuar dhe i ka vendosur si shenja. Ai ka caktuar si shenja për një qëllim dhe synim apo për qëllime dhe synime të shumta. Po ashtu thon ndalu dhe medito edhe në ajete tjera të Kuranit që janë të këtij lloji, siç janë për shembull i përmend ajete që lexuam në fund surës Ali Imran. Pastaj thotë janë ajete në surën Rum që fillojnë për ajetit 20,
ku Allah thot wa min ayatihi, po pishanjeve të tij, e fillon me përmend Allahu deri në fund të ajeteve që flasin po në këtë temë. Pastaj thot ajeti në surën Naml, po që fillojnë për ajetet 59, ku Allah thot kulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Thuaj e gjithë lavdia të kanë Allahut dhe shpëtimi qohet mbi robërit e tij që Allah i ka përzgjedhur. Pastaj Allah fillon me lavdru veten e tij. Thot Allahu khairun amma yushrikun, është Allah më i mirë pa ata që i shoqëroni adhurojnë krahas Allahut, edhe vazhdon pastaj Allahu bën si krahasim. Thot edhe ajetet shumëta, shumë më shumë se këto që i përmendun që kanë në Kur'an. Po ashtu thot ajetin surën Dhariyat, ku Allah thot wa fil ardi ayatun lil muqinin, në tokë ka shenja për një popull që beson bindshëm, për ata që besojnë bindshëm. Wa fi anfusikum, madje ka shenja edhe në veten e juaj. Afala tubsirun, valla nuk po i shihni ju ato shenja në veten e juaj. Po ashtu thot ajetet që vjen surën Yusuf, ku Allah thot wa kam min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alayha wa hum anha mu'ridun. Sa ajete shenja pra ka në qiell në tokë, se cilat ata kalojnë pranë tyre, po i shohin e i dëgjojnë e kështu me radhë, mirë po e kalojnë pa i vërejtur fare. Kjo tregon thot se kjo është pra për i hakut vërtetës, për shkak të cilit Allah subhanahu wa taala ka krijuar qiellin dhe tokën dhe çdo gjë që është mes qiellit dhe tokës. Po kjo është haku e vërteta për cilën sot ekzistojnë to krijesa. Dhe kjo vërtet është të shkruar në fletët e këtyre krijesave. Thot kjo vërtet është të shkruar në fletët e këtyre krijesave, po në krijesat që Allah ka vendosur qiellin dhe tokën. Dhe këto rreshta thot i lexon çdo kush që dëshiron me lexu, pavarësisht a di me lexu apo është analfabet. Prandaj thot siç është thënë, ta'ammal sutur al-kainati fa innaha min al-mala'i al-a'la ilayka rasailu. Medito rreth rreshtave që janë vendosur, që janë shkruar po te krijesat, nga sa ato janë mesazhe që vijnë prej botës së lartë, po prej Allahut subhanahu wa taala kështu më radh. Wa qad khutta fiha law ta'ammalta hadhaha alla kullu shay'in ma khala Allahu batilu. Thot edhe ato, nëse mediton sheshe vërtet ato janë shkruar për rreshta, janë shkruar këto mesazhe në këto mesazhe që përcjellen po prej Allahut subhanahu wa taala, për shoqërisë lart po për Allah të kështu më radh thotë janë shkruar në këto krijesa. Në krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Edhe në fund thotë vërtet çdo gjë përveç Allahut subhanahu wa taala është e kot. Vërtet çdo gjë përveç Allahut subhanahu wa taala është e kot. Prandaj thotë Ibn al-Qayyim vazhdon thotë Allahu nuk e ka krijuar në verizën kot pa kurfar qëllimi. Ndërsa sa i përket thotë vërtetës e që është qëllimi për shkak cilit i ka krijuar qiellin dhe tokën, thotë kjo është qëllimi është i ndyanshëm. Thotë që është një qëllim që kërkohet prej njerëzve, edhe një qëllim që kërkohet për ta. Çfarë është kuptimi i kësaj? E shpjegon thotë se përkat qëllimit apo synimit të parë, që kërkohet prej njerëzve është që Allah i ka krijuar qiellin dhe tokën që njerëzit më njoftë Allahun subhanahu wa taala. Mi njoft cilësitë që tregojnë për përsosurinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe me adhuru Allahun subhanahu wa taala duke mos e shoqëruar asgjë në adhurim. Pra Allahu tjetë i vetmi i adhuruar i tyre, i vërtet, i vetmi të cilën ata i bindën edhe i vetmi të cilën ata e dojnë. Se shka thënë Allah subhanahu wa taala në surën Talaq, pra në ajetin e fundit në ajetin 12, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahun. Allahu është ai i cili ka krijuar 7 qiell dhe prej tokave po aq. Dhe urni Allahu zbret mes këtyre qielleve dhe tokave. Cila është qëllimi krejt të mëni krijimi që edhe tokës, thot li ta'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadirun wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Që ta dini jo se Allah është i fuqishëm për çdo gjë dhe që Allahu me dijen e tij ka përfshirë çdo gjë. Pa Allahu na ka njoftuar këtë jetë se e ka krijuar këtë univers që njerëzit më njoftë Allahun subhanahu wa taala, më njoftë për sosurinë e fuqisë së tij, edhe gjithëpërfshirjen e dijes së tij. Edhe kjo thot pastaj kërkon që njerëzit me pas dituri dhe njohuri për rreth Allahut dhe rreth emrave dhe cilësisë së tij dhe tauhidit Allah subhanahu wa taala, njohshmërisë së tij. Edhe siç e dimë Allah subhanahu wa taala në surën Dhariyat, pra ajetin 56 ka thonë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjin dhe njerëzit i kanë krijuar vetëm që të më adhurojnë mua. Pa thotë kjo është qëllimi që kërkohet prej njerëzve, e që është me njoftë Allahun subhanahu wa taala, me njohë Zotin e tyre edhe me adhuruar vetëm. Ndërsa qëllimi që kërkohet përmes njerëzve ose për ta, thotë është shpërblimi që i pret ata në botën tjetër,
po me drejtsinë e Allahut subhanahu wa taala dhe me mirësinë e tij. Pra sevapet, shpërblimet që i presin edhe ndëshkimet gjithashtu. Po Allah subhanahu wa taala kur flet po për krijimin e qiellit dhe tokës edhe domthonjë që krijimi i qiellit dhe tokës e ka edhe këtë qëllim, po është një qëllim që kërkohet për njerëz, thot walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna. Allah t'i përket çdo gjë që është në qiell dhe çdo gjë që është në tokë, që ti shpërblejnë kuptimin që ti dënoj ata cilët kanë bërë vepra të këqija për shkak veprat e tyre. Edhe ti shpërblej ata që kanë bërë punë të mira, vepra të mira me shpërblim më të mirë, po me xhenet. Pastaj thot në ajetin tjetër, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Vërtet kiameti do të vijë. Nuk ka dyshim në këtë, thot Allah mirë, po unë kam sheh shumë ato. Po nuk e di këto siç e di mas kur tjetër për inshallah subhanallahu. Cili është qëllimi i kësaj? Thotë që çdo njeri të shpërblehet për punët e tij, për veprat e tij, për atë që ka punuar. Po ashtu në surën Nahl Allah subhanahu wa taala kur i kundërbëgjigjet i dhujtarëve që tregon se patjetër ka ndodhur kiameti, çfarë thotë? Li yubayyina lahum alladhi yakhtalifuna fihi wa liya'lama alladhina kafaru annahum kanu kadhibin. Po do ndodh kiameti patjetër që Allahu t'ia usqarojë njerëzve mos pajtimet që kanë pas mes vete. Po tregoj se kur të gjykojë mes tyre dhe të dregoj kush ka qenë të vërtetën, dhe që ta dinë jo besimtarët se ata kanë qenë gënjeshtarë. Po rruga në cilën kanë qenë, po ka qenë rrugë e gënjeshtër, e pa vërtetë. Po ashtu në surën Yunus, Allah subhanahu wa taala flet gjëra gjatë për këto, po në ajetin 3 dhe 4 thotë: Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amr. Vërtet Zoti juaj është Allahu, i cili ka krijuar qiellin dhe tokën brenda 6 ditëve. Pastaj është ngritur, është lartësuar mbi arsh, dhe ai është i cili rregullon e drejton këtë çështjet e krijesave të tij. Ma min shafi'in illa min ba'di idhni. Askush nuk mund të ndërmjetësoj te Allah para ose vetëm atë kur Allah jep leje. Pastaj vazhdon thotë: Innahu yabda'u al-khalq dhalikum Allahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Kjo është Zoti juaj. Po kjo është Allahu Zoti juaj, prandaj vetëm atë adhuroni. Thotë a nuk po reflektoni, nuk po mendoni rreth kësaj. Ilayhi marji'ukum jami'an. Po kjo është ajeti pasaj që flet për këtë që po shpjegon Ibn Qayyim. Thotë tek ai është kthimi juaj, tek ai është kthimi i gjithë juve. Wa'ada Allahi haqqan, kjo është premtimi i vërtetë i Allahut. Innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu. Allah është ai i cili e zë fill krijimin dhe pastaj e përsërit prapë. Po në ringjallje. Cila është qëllimi i kësaj? Thotë liyajzi alladhina amanu wa 'amilu s-salihati bil qist. Që ti shpërblej me të drejtë ata cilët kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira. Walladhina kafaru lahum sharabun min hamimin wa 'adhabun alimun bima kanu yakfurun. Ndërsa ata që kanë mohuar, për ta do të ketë si pije ujë të vluar edhe dënim të dhëmshëm për shkak të mohimit dhe mosbesimit të tyre. Prandaj thotë ndalo këtu dhe mendo se krijimi i qiellit dhe tokës dhe çdo gjë që është mes tyre e ka përfshirë vërtetën, hakun të vërtetën në fillim të krijimit, në fund të krijimit edhe në mesin e krijimit, po gjithë krijimin. Dhe që qielli dhe toka janë krijuar me të vërtetën, janë krijuar për hir të vërtetës dhe janë që dëshmojnë pra dëshmitar për të vërtetën. Pastaj Ibn Qayyim Allahu shumë në vend tjetër kur flet për sekretin pse Allahu subhanahu wa taala pra i përmend shpesh krijimin e qiellit dhe tokës ose krijimin e qiellive në Kur'an, thotë i përmend disa arsye. Një prej arsyeve thotë është që Allahu më na tregon neve për madhështinë e qiellit dhe tokës, dhe sa gjëra, po sa i gjerë, sa i madh është ky univers. E dyta, nganjëherë thotë Allahu subhanahu wa taala kur i përmend krijimin e qiellit dhe tokës, betohet në to. Nganjëherë nafton, po i përmend krijimin e qiellit dhe tokës, nafton që me hedh shikimin, vështrimin tonë drejt tyre. Nganjëherë thotë përmendjes së krijimit të qiellit dhe tokës, Allah i uzon robërit e tij që përmes këtij krijimi të qiellit dhe tokës me argumentu dhe me arrit në përfundim për madhështinë e ndërtuesit edhe atij që i ka ngritur qiellin, po universin, po me tregu për madhështinë e Allahut subhanahu wa taala krijues. E nganjëherë thotë Allahu subhanahu wa taala përmes kur e përmend krijimin e qiellit dhe tokës, përmes saj argumenton për ndodhjen ose mundësinë e ndodhjes së kiametit edhe ringjalljes.
E nga njerë thot Allah subhanahu wa taala përmes rububie, zotrimet dhe sundimet e tij që e ka mbi qej, Allah subhanahu wa taala argumenton për me tregu për njëshmërinë e tij, tauhidin e tij dhe që ai është i vetmi i cili meriton adhurimin. Dhe nga njerë Allah subhanahu wa taala kur flet për bukurinë, harmoninë e pjesëve të universit, po që aty nuk ka asnjë mangësi e kështu me radhë, për me kësaj Allah argumenton për me tregu për sësurinë e urtësisë së tij dhe fuqisë së tij. Gjithashtu thotë edhe kur përmendën në Kur'an pra planetet, yjet, dielli, hana dhe mrekullitë të ndryshme që mendet e njerëzve nuk mundën me arrit me kuptuar se një pjesë pakët prej këtyre krijesave që Allah ka vendosur në këtë univers. Këto thotë është një prej urtësive ose sekreteve pse Allah subhanahu taala pra e përmend krijimin e qiellit dhe tokës, thotë dhe shohim se sa shpesh Allah subhanahu taala betohet në këto gjëra në Kur'an. Për shembull thotë mos samai dhatil buruj, për qiellin i cili është plot ujësi. Pastaj thotë mos samai wat tariq, po betohet thotë pasha qiellin edhe yllin troketës ose yllin që viziton, që është vizitues. Was samai wa ma banaha, pasha qiellin ose për qiellin pra i cili ka ngritur atë. Mos samai dhati raj'u, pasha qiellin dhe i cili kthehet vazhdimisht, pra kthehet vazhdimisht me shije kështu më radh. Was shamsi wa duhaha, pasha diellin dhe shkëlqimin e tij. Wan najmi idha hawa, pasha yllin kur ai perëndon. E kështu më radh thot në ajetet e tjera të shumta ku Allahu subhanahu taala pra betohet në qiellin, betohet në yjet, planetet, diellin, hanën që i ka vendosur këtë qiell, thot Allahu subhanahu taala kur betohet në një gjë në librin e tij pra në Kur'an, po betohet ose kur e shton betimin në një prej krijesave të tij, thot çysh e ka shtu këtu betimin pra në qiell, në yje, domethënë në diellin dhe hanën kështu më radh, thot Allahu subhanahu taala betohet në këto krijesa për me tregu se ato përfshin edhe përmbajnë ajete, argumente dhe mrekulli që tregojnë për Allahun subhanahu taala. Prandaj thot sa më madhështore që është një ajet, sa më i madh që është një shenjë e Allahut subhanahu taala që ka vendosur këtë univers, dhe sa më e fuqishme që është aludimi i tij për Allahun subhanahu taala, Allah subhanahu taala aq më shumë betohet në të. Allah subhanahu taala aq më shumë betohet në atë krijesë. Dhe siç e dim pra ajeti më i madh, më madhështor se në librin e Allahut që është ajeti el-Kursi, i cilën Allah subhanahu taala ka sjell ose në të cilën Allah subhanahu taala ka sjell argumente, prova, dëshmi që tregojnë për njëshmërinë e Allahut, për tauhidin e tij, po që në asnjë ajet Kuranit nuk ka kësi argumente dhe prova. Në mesin e këtyre prova dëshmive që i përmend Allah subhanahu taala është edhe zotrimi i tij ose pushteti i tij që është mbi qiell dhe tokë. Allah subhanahu taala thotë, siç e dim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah është ai që nuk ka të adhuruar meritor përveç tij, i cili është i gjallë, i përhershëm dhe mbajtësi i gjithçkaje. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm, ata nuk e kap as kotja as gjumi. Pastaj thot lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Ati i përket çdo gjë që është në qiell dhe çdo gjë që është në tokë. Pra, ky sundim dhe pushteti i Allahut subhanahu taala, dhe fakti që ai është i veçuar me këtë pushtet, dhe ky sundim është prej prova dëshmive më të madhështore që i obligojnë njerëz me bë tauhid Allahun subhanahu taala. Po me veçu Allahun subhanahu taala me adhurim edhe gjitha veprat fen e tyre, pra edhe adhurimet e tyre me ia kushtuar sinqerisht Allahut subhanahu. Prandaj atij që i përket çdo gjë që është në qiell dhe çdo gjë që është në tokë, patjetër që ai ka përfshi krijesat e tij me dijen e tij. Edhe i ka numëruar në saktësi, po nuk i ik asgjë dijes Allahut subhanahu taala. Siç thot Allahu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita. Allah i përket çdo gjë që është në qiell dhe çdo gjë që është në tokë, dhe Allah subhanahu taala çdo gjë ka përfshi pra me dijen e tij. Atij që i përket pra çdo gjë që është në qiell dhe çdo gjë që është në tokë, i ka përfshi me dijen e tij edhe sekretet e çështjeve. Edhe atë që fshehen zemrat edhe gjoksat e njerëzve. Allah subhanahu taala nuk i fshihet asgjë. Dhe Allah subhanahu taala është i fuqishëm për çdo gjë. Allah subhanahu taala thot, siç e dim, lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Allah i përket çdo gjë që është në qiell dhe çdo gjë që është në tokë. Edhe pavarësisht a fshehni, a e shfaqni ato që e keni në vetët e juaja, Allah ka më marrë llogari për to.
Fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Pastaj Allah e fal kanë dëshiron edhe dënon kanë dëshiron, wallahu ala kulli shay'in qadir, dhe Allah është i fuqishëm për çdo gjë. Gjithashtu atij që i përket çdo gjë që është në qiell dhe çdo gjë që është në tokë, krijesat, pra njerëzit kanë më qëndruar para tij një ditë. Po përfundimi i tyre edhe kthimi i tyre është taj. Dhe Allah subhanahu wa taala vepërmirin ata që kanë bërë vepra të mira do t'i shpërblej për mirësinë e tyre. Ndërsa keqbërësit do t'i shpërblej për ose do t'i dënojnë për këqijat e tyre. Siç thot Allahu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'u al-umur. Allah t'i përket çdo gjë që është në qiell dhe çdo gjë që është në tokë, dhe te Allah kthehen të gjitha çështjet. Po ashtu ajetin Najm që lexuam, sura Najm që lexuam lart, ku thot lillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajzi alladhina asa'u bima 'amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna. Allah t'i përket çdo gjë që është në qiell dhe çdo gjë që është në tokë, që ti dënojnë, ti dëshkojnë ata që kanë bërë vepra të këqija për shkak të veprave të tyre. Ndërsa ata që kanë bërë punë të mira, vepra të mira, Allah t'i shpërblejnë, po me shpërblimin më të mirë me xhenet. Po Allah subhanahu wa taala i ka krijuar qetën dhe tokën, dhe i ka krijuar vdekjen edhe jetën, edhe e ka stolisur çdo gjë që është mbi sipërfaqen e tokës vetëm për t'i vënë në provë njerëzit, robërit e tij. Për t'i testuar, t'i provuar, t'i vënë në provë njerëzit, apo e kalon këtë provë apo jo. Po që Allah subhanahu wa taala t'i dalloj ata të cilët e synojnë edhe dëshirojnë Allahun edhe shpërblimin që është Allahu, dhe ata të cilët e synojnë edhe dëshirojnë jetën e kësaj bote dhe stolitë e saj. Allah subhanahu wa taala thot: "Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Allah është ai i cili i ka krijuar qetën dhe tokën brenda 6 ditëve, ndërkohë që arshi i tij, froni i tij ka qenë mbi ujë. Pse? Cilo është qëllimi i gjithsej, thotë që t'ju vë në provë juve se kush po bën vepra më të mira. Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Thotë ne vërtet e kemi zbukuruar, stolisur çdo gjë që është mbi sipërfaqen e tokës. Si sprovë për njerëz, pra që Allah thotë t'ju provoj se t'ju vë në provë se cili prej juve po bën vepra më të mira. Wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Po Allah para lëmra thotë ne çdo gjë që është mbi sipërfaqen e tokës do ta bëjmë si tokë të shkretë. Pas do të mbetet asgjë mbi ta. Dhe gjithashtu atij që i përket çdo gjë që është në qiell dhe çdo gjë që është në tokë, është ai i cili është veçuar me gjykimin e shpërblimit në botën tjetër. Pa është ai i cili fal kënd dëshiron edhe dënon kënd dëshiron. E gjithë çështja urnë i takon Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjithë sundimi për sundimi i tij i takon Allahut subhanahu wa taala. Allah thot: "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ghafurur rahim." Allah ti përket çdo gjë që është në qiell dhe çdo gjë që është në tokë, e fal kënd dëshiron dhe dënon kënd dëshiron, Allah është falës dhe mëshirëplot. Walillahi ma fis samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wa kana Allahu ghafurur rahim. Pra ajete e ka kuptimin e ngjashëm me këto që lexuam më lart. Po ashtu atij që i takon çdo gjë që është në qiell dhe çdo gjë që është në tokë, dhe po edhe krijesat që janë në qiell dhe tokë, në robërit, po njerëzit e kanë obligim ju bindë atij, edhe me punu në bost udhëzime dhe porosive të tij, dhe me ju friksu atij fshehtazi dhe haptazi, kur janë vetmas edhe kur janë në publik, dhe ta dinë se ai është i vetë mjaftueshëm, nuk ka nevojë për ta, ndërsa ata janë të varfër dhe nevojtar për ta. Dhe ata nuk kanë mundësi me ndryshu diçka, nuk kanë forcë dhe mundësi me vepru dhe me ndryshu diçka vetëse me ndihmën e Allah subhanahu wa taala. Allah thot: "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Thot vërtet Allah ti takon çdo gjë që është në qiell dhe çdo gjë që është në tokë. Thot ne i kemi porositur atyre që është dhënë libri para jush. Po edhe juve i porosim me një të ndryshë që ta keni frikë Allahut subhanahu wa taala. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Nëse jo mohoni, atëherë dijeni se Allahu ti përket çdo gjë që është në qiell dhe çdo gjë që është në tokë. Dhe Allah është i vetëm mjaftueshëm dhe i lavdëruar. Pastaj vazhdon prap: "Walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa kafa billahi wakila." Allah ti përket çdo gjë që është në qiell dhe çdo gjë që është në tokë dhe mjafton se Allah si mbrojtës për krijesat e tij. In yasha yudhhibkum ayyuhan nas wa yati bi akharin. Nëse don Allahu ju zhduk ju nga njerëz, po ju zhduk më një herë edhe sjell të tjerë, po krijesa të tjera, njerëz të tjerë. Wa kana Allahu ala dhalika qadira. Allah është i fuqishëm për këtë gjë. Prandaj, pro akidja, besimi që do ta ketë besimtari
ose besimi që e ka besimtari, që Allah subhanahu wa taala i përket çdo gjë që është në qiell dhe çdo gjë që është në tokë, dhe meditimi i tij në këto dy shenja që madhështore, patjetër që ka më sjell rezultat në jetën e besimtarit, pra gjurmë, ka më pas efekt, ka më sjell gjurmë rezultate madhështore, duke e përmirësuar zemrën e tij, dhe duke e shtyrë pa besimtarin që ti nështrohet, edhe ti përullet Zotit e tij, krijuesit e tij, atij që i takon çdo gjë që është në qiell dhe çdo gjë që është në tokë. Pa e din se ky rob është pjesë e këtyre krijesave të Allahut subhanahu wa taala. Allah është i nështrohet vullnetit Allahut subhanahu wa taala, edhe drejtimit edhe rregullimit të krijesave që Allah subhanahu wa taala bën krijesave të tij. Po e din edhe bindet që ka nevojë për Allahun subhanahu wa taala, qoftë edhe për pelitjen e çerpikut të tij. Sa më shumë që besimtari thellohet në këtë meditim, mediton në këto kuptime, domethënie, aq më shumë e njeh veten e tij, po si krijesë e dobët, dhe aq më shumë ka më njoh Zotin e tij, si krijuesi përsosur. Dhe aq më shumë ka më forcu lidhja e tij me Zotin e tij dhe kujdesarin e tij, po krijuesin e tij. Pra Allah subhanahu wa taala nuk i ka krijuar qejtë dhe tokën kot. Nuk i ka krijuar Allah subhanahu wa taala qejtë dhe tokën për lojë, për hajgare. Mirë, pa i ka kriju me të vërtetën edhe për të vërtetën. Allah subhanahu wa taala thot: "Alam tara anna Allaha khalaqa as-samawati wal arda bil haqq." A nuk e sheh, a nuk mendon se Allah subhanahu wa taala i ka krijuar qejtë dhe tokën me të vërtetë? "Wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma baynahuma batila." Thot Allah, ne qejtë dhe tokën nuk, dhe çdo gjë që është mes tyre nuk i kemi krijuar kot pa kur fal qëllimi. Dhalika dhannu alladhina kafaru. Kjo është hamendja, mendimi atyre që nuk besojnë, ju besimtarëve. Fa wailu lil ladina kafaru min an-nar. Mirë po thot mirë për ju besimtarët se çfarë i pret pa dënimin në zjarr xhehenamit. Am naj'alu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alu al-muttaqina kal fujjar. Pastaj thot Allah, a ti bëjmë një lloj njëjtë ata që besojnë dhe bëjnë vetë për të mira me ata që bëjnë rregullimin e tokë, apo a ti bëjmë njëjtë barabartë të devotshmit, ata që janë të devotshëm me ata që janë çfturur, po që bëjnë mëkate. Po ashtu thot: "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma la'ibin." Nuk i kemi krijuar qejtë të tokën dhe çdo gjë që është mes tyre për të luajtur. "Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktharahum la ya'lamun." Sa do qejtë të tokën i kemi krijuar vetëm për të vërtetën. Dhe me të vërtetën, mirë, por shumica atyre nuk e din. Po ashtu thot: "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma illa bil haqq." Ajeti ngjashëm ato, por qejtë dhe tokën nuk i kemi krijuar dhe çdo gjë që është mes tyre veç se me hak, me të vërtetën. Edhe e lexuam pra ajetin më lart surën Talak, ku Allah thotë që i ka krijuar 7 qejtë dhe 7 tokën, 7 toka, edhe urnat e Allahut vazhdimisht zbresin mes tyre, thotë li ta'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir, që ta dini se Allah është i fuqishëm për çdo gjë, wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma, dhe Allah, që ta dini se Allah ka përfshirë çdo gjë me dijen e tij. Prandaj në fund e lutem Allahun që gjithëve na furnizoj edhe të na mësoj që të meditojmë në shenjat e tij, dhe na mësoj që të përfitojmë çush është më së miri prej këshillave dhe udhëzimeve porosive të Kuranit, dhe Allah subhanahu wa taala di më mirë. Allahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.